Mikroçipimi I mbar racës njerëzore. Mikroçipi ka kohë që ka filluar të vendoset në përduar, madje në Zvicër ka mijëra njerëz që preferojnë të vendosin mikroçipin në lëkurë. Por ky është një projekt, projekti I mikroçipit. Pra, projekti I mikroçipimit të mbar racës njerëzore. Dëgjojeni me vëmendje, le ta diskutojmë, kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që shihemi sërish dhe ju faleminderit që jemi prerë bashkë. Ka kohë që është projektuar mikroçipimi, por shumë pak janë të informuar, sepse nuk duhet që të informoheni dhe sipas gjasave brenda vitit 2030 duhet që të gjithë ta kenë mikroçipin në lëkurë, ose këtu, ose në këmbë, ose në kokë, pra kudo qoftë. Madje do t'ju them, në shtator të këtij viti u mblodhën në Honduras nga shoqëritë më të mëdha të botës. Ju keni dëgjuar gjë për këtë? U mblodhën dhe vendosën që të japin një lajm mjaft I rëndësishëm për ta, sepse shesin. Dhe lajmi është, nëse doni që të jetoni mirë dhe sa më gjatë, vendosni mikroçipin. Pse kjo? Pra, duan të joshin njerëzit për të vetmen arsye, sepse me anë të mikroçipit që do të jetë I lidhur me qendrën, nëse mbani mend të kemi bërë emisionin Enigma para disa viteve, ishte viti 2011-2012, ku thoshim që me anë të qendrës, pra nga qendra, me anë të valve, nga qendra, do të shpërndajnë çfarë të duan, informacione, ndoshta edhe infarkte ose probleme të tjera, sepse ato mikroçipe që vjen apo që vendosen në lëkurë kanë disa frekuenca. Nuk kanë nevojë për bateri, sepse janë të përhershme. Pra, bateria ka kohë që ja u kam thënë edhe më përpara që është shpikur, por askush nuk e thot. Është shpikur bateria që nuk konsumohet kurrë. Pra, vazhdon bateria që të jetë ende në funksion. Dhe, siç ju thash, e kanë vendosur në mikroçip. Suedezëve u pëlqen që të shkojnë të bëjnë, të psonisin, të shkojnë në kafene edhe të pagojnë me mikroçip. Të shkojnë në avion, për shembull, dhe biletën ta pagojnë me anë të mikroçipit. Ose të shkojnë në tren dhe gjatë momentit që sa të futen sepse nuk duan që të bëjnë radhën, dhe tak vendosin dorën aty dhe shkojnë brenda. Pra, ka kohë. Bile, do t'ju them, në vitin 2023 është aprovuar nga Bashkimi Evropian e drejta për vendosjen e mikroçipit. E keni dëgjuar këtë në lajme? Unë nuk mbaj mend. Megjithatë, duhet ta kenë thënë pa diskutim, por unë doja t'ju pyesja juve, ju jeni dakord me mikroçipin që vendosin në dorë, pra në lëkurë, dhe çfarë mund të shkaktoj ky mikroçip? Për mendimin tuaj, është mirë apo është keq? Shikoni, unë ndërkohë këtu kisha lënë një video, sepse në këto video këtu tregon edhe në për lajme se si disa kompani të mëdha bëjnë disa publicitete që të tregojnë se sa të aftë janë për krijimin e këtyre mikroçipëve. Tani, e drejta është kjo, ç'është e drejta është kjo, që mikroçipi për shumë gjëra është I shpejt, I mirë, pra funksional. Dhe ndaj doja t'ju pyesja juve. Për shembull, nëse ju do shkoni bie fjala nga një shtet në tjetrin, sepse ky është projekti, në fund fare do të them projektin, por prisni pak. Nëse ju do shkoni nga një vend në tjetrin, ju s'keni nevojë për shkakun që të thyeni para. Shkoni aty, e bëni direkt me anë të mikroçipit, pagoni dhe kaq. Okej? Por kush është projekti? Projekti është ky, që ta dini në sintezë. Nuk e kemi thënë kaq haptazi, kështu që më ndiqni me kujdes. Projekti është ky, që mikroçipi pasi të vendoset, ai mikroçip do të lidhet me çdo gjë. Ne tani kemi telefonin celular. Telefoni celular është ai që lidh, le të themi, personin, sepse ti, për shembull, nuk e ndryshon dot tani telefonin, sepse në atë telefon ke çdo gjë. Dhe ti numrin e llogarisë, çdo gjë, telefona, kontakte të tjerë, dhe ti nuk e hedh dot në një telefon tjetër, sepse të duhet një punë e jashtëzakonshme, por më tepër nuk ke bateri, se baterinë e ke këtu, pra të ndryshosh baterinë. Dhe kështu që të kanë detyruar që ti të mbash telefon. Dhe telefoni është si një mikroçip, le të themi. Por ti kësaj radhe telefonin e ke në dorë, kurse mikroçipin e ke nën lëkurë, që do të thotë që ti në qoftë të se duhet çdo lloj gjëje, çdo kontakt, për shembull, ose dhe karta biometrike, për shembull, pasaporta, karta kreditit, çdo gjë ti e ke këtu. Pra e ke në
nën lëkurë. Dhe kjo bëhet që mos ta humbasësh, se nuk e lëm dot tani hap tazi kështu, e kupton? Sepse ti për shembull mund ta kishje edhe në një tip karte. Me atë kartën ti shkoje ku të doje, por jo duhet aty. Pse kjo? Sepse brenda një kohe shumë të shkurtër ti do t'jesh vetëm një numër. Pra, numri serisë të atij mikroçipi që ti ke. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që ti në vend që të kesh telefonin apo të kesh kompjuterin apo ku ta di unë, ke këtë dhe ky është numri i referencës tënde. Që do të thotë, është një numër serie i këtij mikroçipi që identifikon ty personalisht, të identifikon si je ti. Por nuk mbaron këtu, sepse ky është thelbi i të gjithës kësaj. Unë vetëm mund të cicëri çdo të kakëri, si i thon andaj nga Vlora, çdo ditë si ato pulat, por vetëm mund të them dot asgjë dhe s'mund të bësh dot asgjë. Një zë nuk ka çfarë bën. Të gjithë së bashku diçka lëvizin. Dhe po thoshja, nesër, pas nesër për shembull, mund të thon për shembull që sepse mikroçipet kanë edhe disa frekuenca, përveç këtyre kanë dhe frekuenca. Dhe ti nesër, nëse sepse pse po them, nuk janë teori konspirative, sepse frekuencat, siç ju thash tani në shtator, në Honduras thonë që ti me anë të mikroçipëve mund të jetosh gjatë. Pse kjo? Sepse, në fakt, të do të thoshja, që me anë të valve, me anë të frekuencave, rrahjet e zemrës tënde. Dhe ti nëse ke probleme, ta thot mikroçipi dhe ja çon qendrës. Dhe po të thonë shiko se ti ke probleme me zemrën, ose ti mund ta kesh të lidhur edhe me një aparatur, ose me mjekun tënd. Dhe e thot mikroçipi sepse është i lidhur me zemrën tënde. Por jo vetëm kaq. Ja u kam thënë, ishte viti 2011. Në fillim flisja në mënyrë plurale, me një fjalë në mënyrë kolektive, sikur e kishim bënë unë i shkruaj ato në emisionin Enigma dhe duhet që ta them. Ja u thash që në vitin 2011-2012 që do vi një ditë që këta mikroçipa jo vetëm do futen në lëkurë, por do kenë disa frekuenca që do të lidhen nga baza. Pra sot, siç ju thash, në shtator të këtij viti në Honduras, mjeshtrat e mëdhenj që kanë shpikur këto mikroçipat thonë që ti me anë të mikroçipit ti mund të evitosh, si quhen, të shmangësh, mund të shmangësh sëmundjet ose problemet e trupit. Nga si mund t'i shmangësh? Pikërisht pra sepse është i lidhur me frekuencat e trupit tënd. E keni parasysh atë orën që ju tregon frekuencat e zemrës, e njëjta gjë është, por mikroçipi ka shumë gjëra më komplekse që nuk mund t'i themi dot. Por do të themi vetëm një pjesë të tyre dhe ja vlen me kaq. Dhe po thoshja, ti me anë të këtyre frekuencave, tua o kam probleme me zemrën, apo kam gastritin, apo kam probleme me mëlçin, apo ku ta di unë, apo me veshkat. Dhe e tregon mikroçipi. Pra, si është e mundur që ta tregoj mikroçipi? Pikërisht, pra, sepse është i lidhur komplet me nervat e tua dhe me të gjithë sistemin tënd. Dhe nesër pas nesër mund të bëjnë ç'të duan, kush të doj, nëse nga baza të kanë inat për shembull apo të kanë qejf. Okej? Kështu që projekti kush është? Të futet ky mikroçipi në mënyrë që ti jo vetëm të jesh një numër, por të jesh një numër i super kontrolluar. Jo vetëm i super kontrolluar në numrin e bankave, në llogarinë bankare dhe ku ta di unë shoqërore, miqësore, ku ta di unë, por edhe në atë individuale, interpersonale dhe për më tepër edhe trupore, pra fizike ose më mirë mendore. Me anë të një qipi mund të bëjnë ç'të duan. Këtë doja t'ju thosha, megjithatë shpresojmë në një të ardhme të bukur, shpresojmë mos jemi vërtet një numër, por shumë njerëz po zgjedhin që të vendosin mikroçipin, sepse, siç thash, është e thjeshtë. Për ata është e thjeshtë, thonë e kemi më të thjeshtë. Më të thjeshtë për të shkuar tek treni, më të thjeshtë për të marrë bileta, për të shkuar të psonisur, etj, apo të shkojnë në kinema, etj. Dhe shumë shpejt, kjo do bëhet me detyrim, sepse siç ju thash, edhe Bashkimi Evropian e ka pranuar, pra e ka vendosur si si dekret, njëkohësisht Amerika e ka pranuar në parlament në vitin 2009, kështu që brenda vitit 2030 duhet që të gjitha delet të jenë në vath, me pak fjalë.
E thash në mënyrë kështu alegorike që të kuptohet pak më shumë. Kalofshi bukur, Shqipe. Natën e mirë.